Almir, faleminderit shumë që e sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dukaxhinit. Faleminderit, përshëndetje edhe për ju të gjithë. Një start në aspektin individual, shumë i mirë i sezonit pranveror në Superligën e Kosovës për ty individualisht. Po, ka qenë një start shumë i mirë, duke ditë që kemi pas një pauzë goxha të gjatë dhe kemi filluar kampionatin shumë mirë. Po edhe nga ana ime ka qenë një ndeshje shumë e mirë edhe shpresoj që të vazhdoj me këtë ritëm. Almir, në aspektin psikologjik sa është e rëndësishme për një futbollist kur është le të themi protagonist i ndeshjes në të mirën e skuadrës, këtë rast në ndeshjen ndaj Gjilanit asiston dhe shënon gol për skuadrën e Ballkanit. Po, duke ditë që është fillimi i kampionatit, duke bërë kësi paraqitje kaq të mirë, është një motiv shtesa edhe për të ardhmen, për ndeshjet e radhës që të jem më i motivuar dhe për me jap më të mirën e mëshme. Ajo kish marrë malli për futbollin, për Superligën vëlla. Një pauzë, një shkputje, edhe pse keni pas ndeshje testuese, po Superliga ndryshe. Po, me të kallëzu drejt, secili lojtar ka qef me luaj këtë lojë se dikur e mërzitesh me lojë miqësore, kemi zhvilluar një 5 lojë miqësore me stërvitje ka 2 herë në ditë dhe mezi kemi prit me fillu kampionatin. Ndeshja ka shumë e mirë zhvilluar në Gjilan, po sa ishte i vështirë kundërshtari realisht, skuadra e Gjilanit këtë rast. Që di, në Gjilani ka një ekip shumë të mirë, ka qenë shumë një ndeshje shumë e vështirë, bile minutat e fundit kemi vujt shumë për me marrë 3 pikë, se 50 minutat, 10 minutat e fundit Gjilani na sulmoi goxha mirë dhe po goxha mirë mbrojtëm edhe na dhe arritëm një fitore goxha të madhe. Për kontributin që ke pas në vikend, Federata e Futbollit Kosovës ta ka besu çmimin ylli i javës. Sa ka vlerë për ty? Kjo është një motiv shtesë për mua, për me punu sa më shumë. Desha të falenderoj Federatën e Futbollit për këtë vlerësim. Po ashtu falenderoj klubin e Ballkanit, lojtarët, stafin e trajnerëve, cila pa ndihmën e tyre s'mund të ishte ky çmim i mundur. Jetë e Ballkanit tash në një periudhë, si është atmosfera te Ballkani dhe si e ke gjetë veten te kjo skuadër? Edhe pse rezultatet e tregojnë normalisht në fushë, po në aspektin personal. Në Ballkan jam afër 3 vite tani bërë në verës. Kam kaluar shumë mirë, më kanë pritur shumë mirë, jemi si një familje. Po edhe tani është atmosfera shumë e mirë, edhe po kaloj momente shumë mira. Po na befason me paraqitje edhe trajneri i ri angazhuar te skuadra e Ballkanit. Çka e bën të veçantë trajnerin aktual te Ballkani? Po e shohim edhe loja si ekip ka ndryshuar. Siç e dim, trajneri ka një CV goxha të suksesshme në ekipe të mëdha. Edhe këtu ku ardh na ka japur një besim gjithë lojtarëve, është një motivues shumë i madh. Është edhe një detajist i cili shikon të gjitha sanat e vogla në detaje edhe lejon me lujt futbollin, është një njeh shumë mirë futbollin, s'di si të them. Po. Një trajner me një fjalë shumë motivues edhe i cili dëshiron çdo ditë më tepër. Tash janë edhe ndeshjet e kupës, ju pret sfida me Prishtinën shumë interesante për shikuesit e futbollit. Po, të mërkurën e kemi ndeshjen me Prishtinën, na pret një ndeshje shumë e vështirë, siç e din Prishtina vendas është një kundërshtar shumë i vështirë, po shpresojmë edhe këtu me një fitore, siç e dim, edhe kupa është me rëndësi shumë madhe për neve. Almir, kur e shikon karrierën prej ku ke dal, ku ke kalu, ku ke arrit, kujt i falenderosh si Almir mas shumti për këtë ku je? Pikëpari falenderoj familjen e cila kam pas afër gjatë gjithë karrierës, siç e dim, çdo lojtar për me mbri me bën një karrierë të madhe ka vujtur, po ashtu edhe unë kam kaluar disa momente jo të mira në karrierë, po fal Zotit jam këtu që jam edhe po kaloj një sezon tani shumë mirë. Po besoj pa pas momente të vështira, nuk arrin edhe momentet e mira, kështu dëshmohet shumë shpesh në karrierë. Po, ajo fakt, futbolli ka këto, i ka edhe ditë mira, ditë këqija. Secili futbollist i te kalon këto. Superligën ke përjetuar tash në një periudhë, po ky sezon sa është të paktën për shikues duket shumë interesant, po sa është sfidues brenda. Siç e din gjithë
Superliga po rritet çdo vit më tepër. Është interesant edhe gara për titull, edhe gara për mbijetesë. Janë kundërshtar të ma të vështirë për mi poshtë. Edhe di që na pret një punë goxha vështirë deri në fund të sezonit, po duhet të jemi bashkë ta japim maksimumin gjithë për të bëhemi kampion në fund. Edhe nuk mëj krejt në fund me të shupat pyet edhe për kombëtarën e Kosovës. Tash na pret play-offi në mars kundër kombëtarës së Slovakisë. Prej asaj çka ke pa deri tash, çfarë mund të presim nga kjo sfidë sipas mendimit tënd? Sipas mendimit tim, dy ndeshje shumë të vështira, po kombëtarët siç e dim po kalojnë momente shumë mira, po luajnë shumë mirë. Shpresoj ti fitojmë këto dy ndeshje dhe të bëhemi pjesë e botërorit, tim histori. Ka qenë kënaqësi me diskutu me ty Armir. Faleminderit shumë, nuk po të marrim më shumë kohë, veç që patëm qef me të pas, me marr opinionin tënd si ylli i javës për kontributin që ka dhënë në vikend për skuadrën e Ballkanit. Shumë faleminderit. Ju urojmë shumë sukses në vazhdim të kampionatit. Faleminderit shumë, gjithashtu.